Përshëndetje, miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezis. Siç e dini, prej kohësh bëj transmetimin të dokumenteve që përmbahen në arkivat e Turqisë. Do të vazhdoj përkthimin e defterit Arvanit. Pra, defteri Arvanit është ky që kam pikërisht në dorë dhe është një nga defteret që mban dokumentet më të hershme për sa i përkasin trojeve shqiptare. Janë disa dokumentet që datojnë me vitet 1430. Patjetër që për këtë kohë të errët nuk kemi shumë dokumente, sepse siç e dimë, në këto vite Shqipëria nuk ishte total e pushtuar nga Osmanlitë, kështu që nuk ishte një defter të rregullt dhe të plotë për sa i përket trojeve shqiptare arbërore. Defteri Arvanit, Hijri, pra sipas vitit të Hijrit 835, me kalendarin e sotshëm i përket vitit 1431-1432. Në këtë defter përfshihen me përpikmëri elementet që përbëjnë timarin, qytetet, fshatra, pjesët e tregut, zëvendësimin e vilajeteve, tokat e punueshme, ferma, kopshte, livadhe, ullinj, taksat e rajave, taksat e dhive, taksat e derrave, taksat e kashtës, por gjithashtu për të krishterët kishte edhe një taks tjetër, që kjo nuk ushtroi tek myslimane, taksat për burrat e shëndetshëm. Pra me një kronologji të përgjithshme të përbërjes së fshatrave shqiptare të asaj kohe, të cilat janë përmbledhur në defterin Arvanit. Por para se të filloj me hollësi që të lexoj për shkrimin dhe përmbajtjen e këtij libri dhe të prezantoj një nga një fshatrat shqiptar, duke filluar që nga jugu në veri, duhet të theksoj që programet e mia me tema historike dhe me përkthimin e arkivave dhe me shfaqjen e dokumenteve arkivore, shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit në kanalin tim në YouTube. Do të kërkoja që miqtë të cilët më ndjekin, ato të pak që më ndjekin me seriozitet, të mundohen të më përkrahen qoftë edhe me abonime në kanalin tim të YouTube-s, me abonime mujore, ose ato të cilët e kanë edhe mundësinë dhe e vlerësojnë punën time, mundet që edhe të ndihmojnë ose të përkrahen personalisht. Pasi kjo edhe mund të keq kuptohet, por përkthimi i këtyre dokumenteve dhe i librave me të vërtet merr një kohë shumë të madhe. Programet të cilat i bëj nuk sponsorizohen nga askush, nuk sponsorizohen dhe mbështeten as nga shteti, as nga ministria dhe as nga ndonjë individ. Gjithçka që bëj, gjithçka më përket veç se mua. Prandaj, ato të cilët e konsideroj të vyesh me punën time dhe që duan të përkrahin, patjetër që i falenderoj. Ky defter përfshin territorin nga Kruja deri në Thesproti, me Gjirokastën si një nga qendrat administrative kryesore të Sanxhakut. Pra, tani po shfaq përmbledhjen që kam bërë në përgjithësi se çfarë mban defteri Arvanitas dhe çfarë do të shikojmë brenda saj. Defteri Sanxhakut të Arvanitit, që i përket viteve 1431-1432, pra pikërisht ky defter përmban këto dokumente që i përkasin këtyre viteve, dokumentet më të hershme. Është regjistri më i hershëm osman që përfshin një pjesë të madhe të Shqipërisë së Jugore, përfshirë zonën e Gjirokastrës dhe krahinat e saj. Në këtë regjistër përmenden shumë fshatra, në forma të vjetra të emrave, të cilët në shumicën e rasteve mund të identifikohen me fshatrat e sotëm. Në këto programe do t'i përmbahem shkrimeve dhe përmbledhjeve që ka bërë historiani i njohur turk Halil İnancı dhe siç e shikojmë nga emri quhet Syreti Defteri Sanxhak Arvanit, pra gjithçka mbi trojet shqiptare. Por gjinden edhe dy defter të tjerë, që është defteri Permedi dhe defteri i Dibrës, pra këto janë dokumentet më të hershme dhe më të vjetra që mund të gjejmë në arkivat osmane mbi trojet shqiptare. Në këtë defter do të shikojmë që nga jugu i Shqipërisë deri në veri për mbajtjen e fshatrave shqiptar. Pra, në cilin vilajet të ashtu quajtur vilajet të kohës osmane, sa fshatra ishin, përbërja e fshatrave, për çdo fshat sa frymë kishte, çfarë prodhoi në këtë fshat, sa taksa paguanin këtë fshat, sa beqar kishte dhe sa të vej kishte. Këtu në përgjithësi do të shikojmë përbërjen e fshatrave, por kemi edhe shënime të tjera. Për shembull, në defterin e Nahise Dukagjinit na shfaqen qartë emrat e fshatrave dhe emrat e banorëve të fshatrave. Sa ishin musliman dhe sa ishin të krishterë, dhe shënimet e tjera shumë interesante janë ato shënime të cilat përshkruajnë se sa taksa paguanin ato që kishin lindur ose ishin kthyer në musliman dhe çfarë taksash paguanin ato që i përkisnin fesës së krishterë. Pra, sot po filloj, së pari dua të shfaq se çfarë përmban defteri Sanxhaki Arvanit
Çfarë do të shikojmë brenda këtij? Pastaj do të shikojmë të gjitha nahijet, të gjitha zonat, të gjitha krahinat, duke i ndarë siç janë të ndarë në libër sipas timareve. Pra ishin ato beler, ato agallar, të cilët administronin fshatra të ndryshëm. Dikush kishte një fshat, dikush kishte 2-3 fshatra, dikush kishte një zonë sipas statusit të tyre dhe lidhjes që kishin me portën e lartë. Pra, le të shikojmë se çfarë përmban syreti i defterit Sanxhak Arvanit, i përgatitur nga historiani i shquar turk Halil Inanxhë. Dokumentet e këtij defteri i përkasin vitit 835 Hijri, pra viteve 1431-1432 me datimin e miladit, pra të kohës sonë. Le të shohim origjina dhe përshkrimi i defterit. Defteret më të vjetër në arkivat tona, thekson defteri Arvanitas, i përkasin Shqipërisë. Midis tyre janë edhe defteret e Sanxhakut të Arvanit Ilit, Shqipërisë, që kemi botuar. Përveç tyre ekziston edhe një permedi, pra permedi, regjistër paraparak, që i përket vitit 835, pra viteve 1431, si dhe një defter i Dibrës, Debre, defteri, dhe i rrethinave të saj që i përket vitit Hijri 871. Këto janë ndër më të vjetërit, pra me datim miladit të sotëm këto dokumente i përkasin viteve 1430, kur autori ka përgatitur këtë defter me këtë të dhëna të asaj kohe, ka theksuar që me që klasifikimi i plotë i defterëve në Ministrinë e Financave ende nuk ka përfunduar dhe nuk është bërë një katalog i mirë i tyre, nuk është e mundur të jepet këtu një listë e plotë e regjistrave të regjistrimit tarir që i përkasin Shqipërisë. Megjithatë, një pjesë e madhe e defterëve që kemi mundur t'i identifikojmë për vilajetin e Arvanidit, Arnavut Ili, edhe për Sanxhakun e Vlorës janë këto. Defteret e tapu arkivit kryesor numër 747. Kopje e defterit të ixhmalit të Livas së Vlorës nga koha e Sultan Bejazitit të dytë. Pra kemi dokumente me shumë rëndësi. Defteri tapis me numër 34, defteri i ixhmali Vlorës, Hijri 912. Defteri i tapis me numër 281, paragraf 2, defteri i timareve të rojeve të kalas në Sanxhakun e Vlorës, që i daton me datimin e Hijrit 921. Defteri i tapis numër 99, defter i hollësishëm i Vlorës, me datim të vitit Hijri 926, në fillim përmenden Kanuname i Nefsi Avlonia. Pra, si shikojmë, ky defteri i Vlorës i këtij viti është shumë i rëndësishëm dhe është përpiluar me shumë hollësi. Defteri i tapive me numër 94, defteri i ixhmali Vlorës, pra i imtësishëm, me datim Hijri 926, që ka lidhje me defterin e mësipër. Defteri tapior me numër 1078, defteri i ixhmali Vlorës nga koha e kanunit. Defteri tapior me numër 469, defteri i ixhmal i Liva i Vlorës i datimit 976 sipas Hijrit. Defteri tapior me numër 472, defteri i ixhmali Vlorës me datim të Hijrit 976, që është më i plot se këto dy defteret e mësipërm. Arkivi i përgjithshëm i tapuve dhe kadastrave në Ankara, defteri Mufasal i Vlorës i datimit të Hijrit 991. Arkivi i përgjithshëm i tapive dhe kadastrës në Ankara, defteri i ixhmali Vlorës sipas vitit të Hijrit 989. Në fakt, defteret që i përkasin Shqipërisë në periudhat e mëvonshme nuk janë vetëm për Vlorën, por edhe për Elbasanin, Ohrin, Shkodrën, Goricën, Delvinën, Dukagjinin, Durrësin, Beratin dhe Janinën. Deri në mesin e shekullit të 15, gjatë sundimit Osman, tokat shqiptare ishin të përfshira brenda kufive të Sanxhakut të Arvanidit, pra Arnavut Ili. Megjithatë, në jug dhe në lindje, Premedi, pra Përmeti, Gorica, pra Korça dhe Konica kishin një organizim administrativ të veçantë. Pas ndërtimit të kalasë së Elbasanit në vitin 1466, rajoni u nda nga Sanxhaku i Horit dhe organizua si një njësi administrative me vete e quajtur Shqipëria e Mesme. Në vitin 1530, Elbasani u bë një sanxhak që përfshinte Dibrën, Akçahisarin, pra Krujën dhe Matin. Në të njëjtën kohë, sanxhaku i Ohrit përbëhej nga Ohri,
Dibra, Mati dhe Bateria, ndërsa Vlorës ju shtuan edhe disa zona të tjera. Gjatë kohës së Sultan Mehmetit të dytë, pra Fatih Sultanit, u formua Sanxhaku i Vlorës, i cili përfshinte Gjirokastrën ose Argjirin siç quhet në libër, Muzakinë, Beratin, Timorinçën, Premedin, pra Përmetin, Argjirin dhe disa nahije malore. Pas pushtimit të Shkodrës në vitin 1479, në Shqipërinë e Veriut u krijua Sanxhaku i Shkodrës ose i Iskenderijes, siç quhet në defter, në libër. Ky sanxhak përfshinte edhe një pjesë të territorit të Serbisë. Në fillim të shekullit të 16, përbërja e sanxhakut të Shkodrës ishte kjo: Shkodra, Podgorica, Bihori, Peja, Vučitrina, Prizreni, Prishtina, Novobërda dhe Kazatë e Karadasë të Malit të Zi. Organizimi administrativ i Shqipërisë ndryshoi edhe më vonë sipas sallnames së shtetit Osman të vitit 1266. Shqipëria ndahej në disa sanxhaqe: Iskenderie, pra Shkodra, në sanxhakun e Shkodrës, në sanxhakun e Ohrit, në sanxhakun e Janinës, në sanxhakun e Beratit dhe të Ergirit, të Gjirokastrës. Dy të parët, pra Shkodra dhe Ohri, i përkisnin vilajetit të Rumelisë, ndërsa tre të tjerët u përfshin në vilajetin e Janinës. Pas krijimit të vilajeteve, Janina dhe Shkodra u bën qendra vilajetesh. Sanxhaqet e Janinës, Beratit, Gjirokastrës dhe Prevezës i përkisnin vilajetit të Janinës, ndërsa sanxhaqet e Shkodrës, Goricës, Durrësit, Elbasanit i përkisnin vilajetit të Shkodrës. Sanxhaku i Manastirit ishte pjesë i vilajetit të Manastirit. Kemi një shënim në fund të faqes dhe po lexoj shënimin. Arkivi kryesor i Kryeministrisë, pra Bashbakanlëk Arkivi, defteret e transferuar nga Ministria e Financave me numër 231. Gjithashtu, midis defterëve të transferuar nga Ministria e Financave, ekzistonte një defter i ndarë në dy vëllime me numrat 250 dhe 525. Sipas shënimeve në margjina, ai është shkruar para vitit të Hijrit 841, ku ky defter i përket nahijeve Kastoria, Kesrie, Kolojan, Köprülü, pra Veles, Istefanie dhe Timur Hisar. Defteret e transferuar nga Ministria e Financave numër 31. Në Shtojcë botojnë kanunnamen, pra ligjin, kanunin administrativ. Në arkivin kryesor është defteri tapijor me numër 367, data e tij bie midis viteve 1524-1536. Në arkivin kryesor gjinet defteri tapijor me numër 469, që i përket datës Hijri 976, dhe gjithashtu defteri tapijor me numër 367. Selnameja, pra vjetari administrativ i vilajetit të Janinës, i përket vitit 1308. Defteri Arvanitas, Hijri, pra sipas vitit të Hijrit 835, me kalendarin e sotshëm i përket vitit 1431-1432. Kjo datë zakonisht lidhet me regjistrimet fiskale të hershme osmane në Krahina para konsidelimit të plot të perandorisë osmane në Trojën shqiptare. Në vitet 1400, Shqipëria dhe Epiri nuk ishin ende nën kontrollin e plot osman, por perandoria kishte filluar efektin e saj në Trojën shqiptare. Ajo kishte filluar të bënte regjistrimet dhe tributimet në disa zona të Shqipërisë. Në këto vite, shumë zona të Shqipërisë ishin të kontrolluara dhe të udhëhequra, një pjesë nga principatat shqiptare të ndryshme dhe një pjesë tjetër ishte nën kontrollin e Bizantit dhe të venecianëve. Prandaj, sistemi kadastral osman në regjistrimin sistematik të tokave nuk ishte i vendosur ende në këtë periudhë. Viti 1443-1468, zona që mbulonte janë Shqipëria e Jugut dhe Epiri. Njësitë administrative ishte periudha e Skënderbeut. Nuk ka regjistrime osmane. Viti 1520-1530. Zona që mbulonte Epiri, Çamëria, Gjirokastra, Latakastra. Shënimi dhe rëndësia, nahije të para fillimit të defterit Arvanit, regjistrimet e para sistematike osmane, tokat, familjet, taksat përmbaren në të. Viti 1530-1550. Zona që mbuloi ishte Epiri, Jugu dhe Çamëria. Njësitë administrative ishin vilajetet, sanxhaqet dhe nahitë. Shënimet dhe rëndësia në këto defter është se defteri Arvanit i plotësuar
me regjistrime të sakta të popullsisë të fshatrave. Këto të lëshojnë të gjitha. Shekulli i 16, pjesa e 2, Gjirokastra, Latakastra, Parimithia, Filati, Sanxhaqi dhe Nahita. Dokumentimi i organizimit administrativ i tokave, prodhimeve dhe taksave. Shekulli i 17, rajonet të tjera të Shqipërisë së Jugut, përditësime në deftere, përditësime demografike dhe ekonomike përdorur nga historianët modern për krahasime historike. Ne sot, në këto deftere, në këto regjistrime, mund të dallojmë popullsinë e krishtere nga ajo muslimane që përshkruhet në regjistra, ndërmjet taksave që ato paguanin. Për shembull, të krishterët paguanin taksa që quhej ispengje, resmi qift, taksë për tokën bujqësore, taksa bakëtish, taksa tregtare dhe portuale. Taksat e kashtës, por gjithashtu për të krishterët kishte edhe një taks tjetër, që kjo nuk ushtroi tek muslimanët, taksat për burrat e shëndetshëm. Në defterin e vitit 1431 regjistrohet që disa fshatra të Gjirokastrës kishin popullsinë më të madhe nga fshatrat e tjerë. Për shembull, Lebova përmendet me 400 shtëpi dhe ishte një nga vendet më të mëdha të rajonit të asaj kohe. Dhe çdo shtëpi në atë kohë pjestohej me 4 ose 5 familjar. Pra, një fshat ose një zonë që kishte 400 shtëpi, po të shamzoj me 5 do dilshin 2000 frymë. Studiuesit e shumtë të toponomisë, të cilët kanë studiuar defterin Arvanit të vitit 1431, kanë vënë re se në shumë zona të Shqipërisë, që nga jugu deri në veri, shumica e zonave dhe fshatrave përmbanin emra shqiptar që ishin emra karakteristik shqiptar. Edhe në ato zona ku sot biles shumë historian të botës flasin që ato mund të përkasin qoftë, dikush thotë të përkasin Serbis, dikush thotë të përkasin Greqis. Ndërsa në defterin Arvanidas, ato fshatra dhe ato zona janë regjistruar si zona shqiptare dhe emra që mbante popullsia ishin pikërisht emra tipik shqiptar, si nga jugu deri në veri. Në disa fshatra ose zona gjindeshin edhe disa emra slav, por sipas kërkimeve dhe shënimeve, theksohet që slavët në Ballkan kanë ardhur rreth shekullit të 7 dhe të 9 dhe ato që janë vendosur në këto fshatra ishin të paktë të cilët mbajshin emrat e tyre slav që dalloheshin edhe nga shqiptarët. Në regjistrimet osmane, sidomos defteri Sanxhakut të Arvanitit 1431, 1432 dhe defteret e shekullit të 16 për zonën e Gjirokastrës, Dropullit, Kardhiqit dhe Zagorisë, përmenden disa fshatra dhe vendbanime që sot ato nuk ekzistojnë, ose janë zhdukur, ose kanë qenë fshatra të vegjël dhe janë bashkuar me një fshat tjetër. Pra miq, kjo ishte përmbledhja e hapjes e parathënies së defterit të Arvanitas dhe doja të shpjegoja se çfarë do të shikojmë në këtë defter. Pra këtu do të shikojmë përbërjen e fshatrave shqiptar duke filluar që nga jugu deri në veri, popullsinë e asaj kohe, prodhimet e asaj kohe, pra gjendjen administrative të zonave, të krahinave dhe të fshatrave shqiptar, me dokumentet më të hershme që gjenden në defterin Arvanitas me datim të vitit 1431-1432, pra me disa datime, sepse nuk ka shumë dokumente të asaj kohe. Dhe më vonë, patjetër që do të vazhdojmë një nga një me përbërjen e fshatrave shqiptar, me popullsinë, sa popullsi kishte një fshat, dhe pastaj në defteret e tjera, sipas radhës, sipas përshkrimit që jam, do të shikojmë edhe emrat e familjeve që ishin në një fshat. Për shembull, në një fshat ka 40 familje, 40 shtëpia, dhe cilët janë këto, si quheshin ato dhe si ndryshuan emrat me kalimin e kohës. Pra ju lutem, ndjekni me vëmendje dhe me prograni në shpërndarjen e këtyre videove, sepse po mundohem të transmetoj një nga një çfarë shkruan defteri Arvanitas, që besoj është një kyç kryesor për historinë tonë të errët. Faleminderit dhe mirupafshim në programin tjetër, që do të jetë programi i parë për përshkrimin e fshatrave shqiptar, dhe do të fillojmë me nahin e Gjirokastrës, duke parë edhe timaret e bejlerëve dhe akellarëve, sa fshatra ishin në zotërimin e tyre, etj. Mirupafshim.